Kemi dhe më thënë një pozit ku ajo që deri dje është shujt testim i durimit me Kosovën dhe kemi rezultatin që quhet fatur e izolimit të Kosovës. Këtu vim të momenti esencial në sytë e mi, vim të momenti esencial që jo vetëm që e kanë humb durimin me Kurtin, por edhe kanë izoluar. Pse të humbët durimi me Kurtin kur thuaj që Gjermanët kanë qenë sponsorizuesit kryesor të Kurtit për të ardhur në pushtet? A qëndron kjo? Në fakt, a është e vërtet një gjë e tillë? Flitem më herët se shembull Mustafa favorizohet, tha që nuk favorizohet për shkak të incidentit me BND-n e dikurshme, edhe në atë se është parë me një farë forme çdo herë në një sy të dyshimt. Zonja Merkel nuk kishte ardhur në Prishtinë tamam, por ishte ndalur vetëm në aeroportin Ademir Shari. Kurti shihet si favoriti i tyre. A i bie kjo që Kurti më nuk është favoriti i gjermanëve apo si? Jo, unë shoh pak ndryshe, ne kemi bisedu këto tema edhe për vite, ti ke intervistu president shtetesh, ministrat jashtëm, kryetar qeverish, dhe janë disa shtete, siç është Amerika, Gjermania, Franca, ku ti nëse thua e ka prapa Washingtonin apo Berlinin, e ke hush sepse Washingtoni dhe Berlini janë as të mëdha, sa do më thënë nuk... Kurti është në vijen e ti, socialdemokrate, është në internacionalen socialdemokrate, është i majt, dhe ne qeverisemi sot nga një lider populist, natyrisht i majt. Dhe, ose jemi qeveris, sepse de facto, si që thash, jemi qeveris nga një lider i majt, i ka temat e ti, dhe mendoj që qeverisja e ti në ka dëmtu shumë, sidomos në aspektin e jashtëm, dhe në ka vunë në një situatë vërtet të sikletshme, në një anë, në anën tjetër, vite konstatimi yt, askush nuk mundet ty të përkra për ose kundër kur jeni demokraci e shëndosh dhe votusi vendos kënd ta votoj. Votusi ka vendos, ja jap mandatin zotit Kurti me 50 plus. Votusi i Republikës së Kosovës, në zgjedhjet e shkurtit të viti, ka shku prapë në kuti të votimit dhe i kanë thënë zotit Kurti, po, mund të qeverisësh edhe njerë, por këso radhe jo vetë. Po, kjo është çështje e brendshme. Pikërisht, është çështje e brendshme. Dhe mënyra, se duat vite Serbi-Kosovë, mënyra se si zoti Kurti e përdor çështjen e tensioneve dhe mos koordinimit me partnerët ndërkombëtar, sidomos në fushën e sigurisë, po, ka bërë situatën që t'jemi ku jemi. Domethënë, dëmi më i madh që Kurti i ka bërë Kosovës është në fakt që ky e ka bën një lëvizje të rënd politike që Kosovën e ka shndërru në çështje të rrezikut potencial për konflikt. Mund të thuash ti tash me Bansken, mund të thuash me provokimet, çdo gjë në rregull. Kto s'na kanë mungu kurr provokimet. Po, kësaj radhe kanë qenë në mënyrë eklatante. Për masat e Banskës dihen, sidoqoftë, ne jemi aleat dhe kemi suportues mbështetës NATO-n. Dhe ta provokosh NATO-n në sferën e sigurisë dhe mos koordinimit me ta është vërtet problematike. Vërtet problematike. A është favoriti i gjermanëve më Kurti ose jo? Nuk mund të them diçka të tillë, a është favoriti. Kush është më favoriti i gjermanëve që ka qenë nga liderët kosovar deri tani? Shiko, kushtrim presidenti tha që është taku me kancelaren Merkel në cilësinë e kryeministit kur ka nis procesi i Berlinit, tha që i ka pas vështirësitë e tij. Zëvendës kryeministër ka qenë, po kam përshtypjen. Jo, ka qenë kryeministër kur ka filluar procesi. Kryeministër ka qenë? Po, kryeministër kur ka qenë procesi i Berlinit.
Nëse s'ka bëj ka Po qenë, fashi 2 ka qenë. Në vizitën Kurse në vizitë Vizita ka ka qenë qenë në cilësinë e presidentit të Kosovës, kryeministri